Pastrimi i parave në Shqipëri ka arritur nivelin më të lartë në 10 vitet e fundit. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, gjatë vitit 2025 u regjistruan 520 raste, një rritje me 11% krahasuar me një vit më parë dhe mbi nivelin rekord të vitit 2022. Tendenca rikthen rritjen e fenomenit pas një periudhe 2 vjeçare rënjeje, duke sinjalizuar intensifikim të aktivitetit financiar të dyshuar dhe përdorim më të avancuar të skemave për futjen e parave të palishme në ekonomi. Sipas strategjisë kombëtare për krimin e organizuar 2026-2030, rreziku është rritur nga globalizimi dhe teknologjia, duke përfshirë një gamë të gjerë aktivitetesh si korrupsioni, evazioni fiskal, trafiku i drogës dhe mashtrimet financiare. Format kryesore përfshin përdorimin e sistemit financiar, transportin e parave kesh ndërkufitar, investimet në pasuri të paluajshme, shoqëritë fiktive dhe përdorimin e palëve të treta për të kamufluar burimin e fondeve. Një rol të rëndësishëm vijon të ketë edhe sektori i pasurive të paluajtshme, i konsideruar si një nga kanalet kryesore për integrimin e parave të palishme në ekonomi. Të dhënat tregojnë një lidhje të fortë mes pastrimit të parave dhe ekonomisë informale, duke rritur rreziqet për stabilitetin financiar dhe konkurrencën e ndershme në treg.